të kthehesh tek leximi i Kuranit, që është kelamullah, që është fjala e Allahut, të kthehesh tek jeta e të dërguarit Muhammed alayhis salatu wassalam, që ne duhet ta marrim si shembull jetën e të dërguarit tonë nëse duam të jemi të suksesshëm dhe të arrijmë suksese të mëdha me dinjitet në jetën tonë të përditshme. O njeri, ç'të bëri ty të mohosh krijuesin tënd? Ç'të bëri ty të harrosh atë që të ka krijuar në formën më të bukur? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Dhe ne e ngritëm njeriu në pjedestalin më të lartë, po ai njeri e uli veten në shkallën më të ulët, për shkak se harroi se nga erdhi, kush e sollën këtë botë, ku do shkoj, cili është destinacioni i tij. Prandaj Zoti i tha këtij njeriu: "Ejna tadhhabun?" Ka jeni duke shkuar o ju njerëz? Pra i tha këtij njeriu: "Ku po shkon o njeri?"